SPA ka dalë me deklaratë zyrtare për operacionin Ura, ku godit një prej grupeve kriminale më të fuqishme të trafikut të drogës. Në lidhje me këtë operacion u lëshuan 52 masa sigurimi dhe miliona euro të sekuestruara në Shqipëri dhe Itali, në kuadër të një hetimi të përbashkët ndërkombëtar të SPA-kut në bashkëpunim me prokurorinë e Barit dhe me mbështetjen e Eurojust, përmes ngritjes së një skuadre të përbashkët hetimore, u realizua operacioni gjerë më 21 maj. Sipas deklaratës zyrtare janë proceduar 40 shtetet shqiptare dhe 12 italian, të përfshirë në 3 grupe të organizuara kriminale, njëra me bazë në Durrës dhe 2 të tjera në rajonin e Puljes në Itali. Gjatë hetimeve të zhvilluara në periudhën 2020-2025 u dokumentuan 40 episode të trafikimit të lëndëve narkotike, përfshirë sekuestrimin e sasive të konsiderueshme heroinë dhe kokainë në Shqipëri, Itali dhe vende të tjera të Europës. Një nga episodet përfshinte transportin e 255 kg heroinë dhe kokainë në Bari përmes kurrierëve ndërkombëtar. Sekuestrimet e pasurive janë kryer paralelisht në të dyja vendet dhe përfshin në Shqipëri 2 kompani ndërtimi, 4 shoqëri tregtare dhe restorante, një agjenci pasuri të paluajtshme, një televizion kabllor, automjete luksoze, parakishe të tjera, ndërsa në Itali janë sekuestruar apartamente, 4 kompani dhe 7 llogari bankare. Autoritetet evidentuan se pagesat për lëndë narkotike kryheshin nga Italia drejt Shqipërisë përmes shoferëve të linjave ndërkombëtare të autobusave, ndërsa vlera totale transaksioneve të drogave të dokumentuara arritën në 4.5 milion euro. Gjithashtu është dokumentuar edhe transferimi mbi $500.000 nga Shqipëria drejt Amerikës Latine, si parapagim për një sasi prej 500 kg kokainë që nisi nga Ekuadori. Procedurat aktualisht ndodhen në fazën e hetimit paraprak dhe autoritetet ligjzbatuese në të dyja vendet, po vijojnë punën për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal dhe korruptiv.